Hajde. Nasıl hajde? Anton. Që vazhdojnë me të pisa. Kur që jam gati, na thojnë vetë. Anton, mos e ke marrë. Atëherë po ju përshëndes gjithëve, ne gjithë sonte u ballafaquam me një situatë të papritur, me një propozim i cili ishte i papranueshëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe mendoj se është i papranueshëm edhe për shtetin e Kosovës, sepse ne vendimin për aprovimin e këtij ligji e kemi prunë Kuvendin e Republikës Kosovës, të vetëdijshëm për nevojën që ne të ballafaqohemi me drejtsinë dhe të tregojmë se Kosova nuk ka qenë kur fajtore për situatën, për sulmin që është bërë Kosovës, për krimet që janë bërë në Kosovë. Ajo ka qenë arsye themelore që është pranuar më parë një sfidim i tillë me drejtsinë, sepse gjithë ne kemi llogarisë dhe llogarisim se drejtësia është normën e Kosovës, është normën e njerëzve tonë, dhe nuk ka asnjë arsye që sot ti propozohet Kuvendi i Republikës Kosovës një ligj me të cilin në një formë shumë primohet ajo që ky kuvend e ka aprovuar më parë. Në gjitha veprimet më parë kemi bërë në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, të vetëdijshëm për këtë situatë, dhe si Lidhje Demokratike ne qëndrojmë prapa qëndrimeve tona, se ne duhet të vazhdojmë, të kemi bashkëpunim me miqtë tanë, të zhvillohet Kosova ashtu siç i takon Kosovës, në rrugën evropiane dhe euroatlantike, dhe proceset të kapërcejmë së bashku. Lidhja Demokratike nuk do ta përkrahë këtë iniciativë, do të jemi fuqishëm kundër, dhe në asnjë rast ne nuk do të lejojmë që të rrezikohet shtetësia e Kosovës, të rrezikohet sovraniteti jonë, edhe ta kthejmë Kosovën në rezolutën 1244. Mustafa shënin se çështja të përfunduar, këtë përpjekje të koalicionit pan apo mund të ketë rikthyer në agent? Të për neve është çështje e përfunduar për Lidhjen Demokratike, sepse konsiderojmë që nuk ka asnjë arsye që të vazhdohet matutje ky proces. Ne ju besojmë njerëzve tanë, ne i besojmë drejtësisë, ne i besojmë miqve tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, dhe konsiderojmë se gjitha veprimet tona do të bëjmë në partneritet dhe në koordinim me ata që kanë ndihmuar sovranitetin e Kosovës, kanë ndihmuar pavarësinë tonë dhe kanë ndihmuar lirinë tonë. Si Lidhje Demokratike ne fuqishëm e përkrahim qëndrimin e grupit tonë parlamentar, dhe pashtu do të bëjmë përpjekje që të bashkëpunojmë, të koordinojmë edhe me subjektet e tjera, edhe me lëvizjen vetëvendosje, por edhe me partitë cilat janë koalicion, në mënyrë që mos të rrezikojmë në asnjë rast shtetin edhe mos sfidoheni me bashkësinë ndërkombëtare në këtë aspekt. Cila mendoni se është arsyeja që solli këtë situatë sonte? Punktus nuk flas për arsye, nuk flas për qëndrimet tona të qarta që ne do të mbrojmë shtetin tonë dhe do të kujdesemi që këto procese të kapërcejmë së bashku me partnerët tonë. Kur jemi te bashkëpunimi opozitor, po vendosin që ka qenë pranë takime me juve, a është pajtuar vetëvendosin me qëndrimin e juaj? Unë nuk kam qenë bisedë me vetëvendosin, kanë qenë kryetari i grupit parlamentar, nënkryetari i kuvendit, kanë qenë deputetët. A është vetëvendosja në për të bllokuar? Kështu që unë mendoj se ne s'do të japim përgjigje për ta, ta japim përgjigje për vetë. Faleminderit.